Përshëndetje. Ja ku jemi këtu me parashikimin e datës 19 shtator. Pra janë disa ditë, nuk i them kotën, kur vjen momenti duhet ta shfrytëzoj. Në këtë datë kemi afërditën që kalon në Virgjëresh. Pra në Virgjëresh ku jep mundësi, në jep rëndësi në punë, në veprime, në vendime të rëndësishme dhe në kohën e duhur ku gjërat realizohen dhe arrin majat në çështjet e financave, në çështjet ekonomike, në biznes dhe jo vetëm. Meqense është edhe koha disa pretendime që mund keni për shembull për të rregulluar ose për stabilizuar diçka të madhe, momenti që juve keni ose çështja që juve arrini të realizoni, unë ju them me bindje të plot dhe ka diçka shumë të madhe në rritjen ekonomike, në çështjet sepse çfarë ndodh kur afërdita kalon në Virgjëresh? Tradicionalisht ky pozicion nuk e favorizon veçanërisht afërditën, madje konsiderohet si një pozicion në rënje. Kujdes. Por megjithatë, ajo është një afërditë në cilët shkëlqen në mendime, në talente, është besnike si mike si partnere dhe shprehja emocioneve që mund të jetë pika e saj më e fortë, por ajo që tregon interes dhe dashurinë e saj praktikisht favorizohen kryesisht shenjat e tokës: Demi, Virgjëresha, Britsjapi, por dhe Kaforja dhe Akrepi.